Vlorën për hir të vërtetës për një specifik tjetër. Unë kam thënë dhe në kryet herës që Edi Rama në ato bashki që kanë interesa ekonomik, përgjithsisht është i prirur që të vendos emra të nënshtruar dhe kjo lidhet me arsye ekonomike. Për shembull, nëse para disa vitesh do shikonim kush ishte kryetar bashkie në Vlorë, në Durrës apo në Tiranë, ne sot shohim që në këto tre qytete që janë qytetet më të rëndësishme ekonomike të vendit, dy prej tyre për shkak Bregdetit dhe Tirana për shkak se është kryeqyteti dhe metropoli e vendit, ne kemi në kryet bashkive pothuajse njerëz anonim. Pra njerëz që me sa duket janë aty si yes-men për të certifikuar ato letë ndërtimi dhe për të mos hapur asnjë problematik për ato projekte ndërtimore që pritet zhvillohen në këto vende, pasi ne themi në fakt që letë ndërtimit i ka Edi Rama, po duhet të kemi parasysh që ato letë ndërtimit kanë nevojë edhe për një infrastrukturë, pra për kanalizime, për rrjetu i sjellësi, që gjitha këto do duhet merret ai që është kryepunëtori ose punë mbaruar i qytetit, pra kryetari i bashkisë. Edhe me sa duket për të vijuar puna normalisht dhe qetë dhe pa probleme, është vendosur që në kryet të këtyre bashkive të mos kemi profile të forta politike, pra njerëz me kontribute politike, njerëz me kontribute në Partinë Socialiste, njerëz që do ishin të gatshëm që për interesat e qytetit të tyre të përballen edhe me kryeministrin e vendit, pasi ne duhet të kemi parasysh që kur flasim për zona zhvillimore në Vlorë, në Durrës apo në Tiranë, ne duhet të kemi parasysh që aty ka dhe interferim të elementeve kriminal, të cilët kanë marrë leje ndërtimi dhe ndërtojnë për binsha betoni, pra me paratë e narkotrafikut. Dhe unë me këtë e kam thënë që në kryet herës që gjykoj që ky është synimi kryesor. Nuk kishte asnjë arsye që në Vlorë duhet të zhvilloheshin zgjedhje. Ermal Drella nuk besoj që ka pasur një performancë as më të mirë as më të keqe se kryebashkiakët e tjerë të vendit. E qartë. Mund të themi që kemi të bëjmë me një popull të lodhur nga kushtet ndryshme, Elker,